Jezusi është, thot biri i Perëndis. Allahu i lartësuar është krijuesi absolut. Zoti i gjithësisë është krijuesi i gjithçkaje. Në momentin që ti thua për Zotin se ka nevojë për bashkëshorte apo ka nevojë për fëmijë, i bie ti je i mangët. Larg mangësive është Allahu i lartësuar. I bie të ketë nevojë për diçka, dhe Zoti i gjithësisë nuk ka nevojë për asgjë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, lem yelid wa lem yulad. Ai nuk është i lindur dhe nuk ka lindur kënd, Zoti i gjithësisë. Allahu i lartësuar kur flet për Jezusin, për Isajin alayhis salam në Kur'an, përmend Isajin alayhis salam dhe nënën e tij, pra Merjemen, dhe thot kana ya'kulani at-ta'am. Ata hanin ushqim. Që nën kuptohet, ai i cili ka nevojë të hajë ushqim, ka nevojë edhe ta nxjerrë atë ushqim. Larg tmetave është Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. Pra Isai alayhis salam, nëna e tij, ishin njerëz. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an një shembull tjetër. Thot inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isait, i Jezusit, tek Allahu është si shembulli i Ademit. E krijoi atë prej dheu. Dhe i tha atij, bëhu dhe ai u bë. Pra imagjinoje ti Ademi alayhis salam u krijua pa baba dhe pa nën. Ndërsa Isai alayhis salam u krijua me nën, e kishte nënën, Merjemen alayhas salam. Kështu që më rast i rrallë, patjetër është e rrallë, pra krijimi i Ademit, se sa krijimi i Isait alayhis salam. Pra Ademi alayhis salam është krijuar pa baba dhe pa nën, ndërsa Isai alayhis salam është krijuar ndërkohë që e kishte nënën. Larg tmetave është Allahu i lartësuar. Isai alayhis salam ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Është njëri prej profetëve më të zgjedhur të Allahut të lartësuar. Por ai ka ardhur me një mesazh, me i ftu njerëzit me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Mos me i mvesh Zotit gjithësisë mangësi. Allahu i lartësuar është krijuesi absolut. Nuk ka nevojë Zoti i gjithësisë për asgjë. Nuk ka nevojë Allahu i lartësuar për bashkëshorte, nuk ka nevojë Zoti i gjithësisë për fëmijë. Është një i vetëm. Thuaj ai Allahu është një, kështu thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. Elus Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që e adhurojnë Allahun e lartësuar, një të vetëm. I besojnë gjithë profetët e Zotit, Isai alayhis salam, Musa alayhis salam dhe vullën e profetëve Muhammedin alayhis salam.